Atë Mina Ikonomi, kleriku martir I Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Një ndër pjesët më të errëta të historisë së Shqipërisë përgjatë diktaturës komuniste është dhuna ndaj klerit, ndaj të gjithë klerikëve të komuniteteve tradicionale të vendit tonë. Në dosjen me numër 61 të Drejtorisë së Sigurimit të Shtetit, me emërtimin sektori Dega e dytë, gjatë regjimit komunist me titull Dosja objektit për kryepeshkopatën e klerit ortodoks, histori mbi klerin ortodoks në Shqipëri dhe dokumentet të tjera mbi veprimtarinë e tij që është hapur në 28 korrik të vitit 1958 dhe është mbyllur më 20 qershor të vitit 1965, sasi e fletëve 115, në faqet 89 dhe 90, gjenden emrat e klerikëve të ekzekutuar, burgosur dhe internuar, të 18 prej tyre. Ajo që bie në sy në këtë listë është mos përfshirja e qëllimshme e shumë klerikëve ortodoks më tepër se 90 prej tyre, të cilët u vranë pa gjyq, u torturuan, u burgosën, historitë të cilëve radiongjallja po I nxjerr në pa dhe po I bën publike, me aq sa informacione po sigurojmë nga të afërmit e tyre. Gjatë vizitës rastësore që zhvilluam gjatë udhëtimeve tona për të dokumentuar dhe siguruar me pamje filmike tempujt e kishës sonë, gjatë muajve të vjeshtës së kaluar në Mitropolinë e Gjirokastrës, më konkretisht në fshatin Zhep, pranë Çarçovës së Përmetit, na ra në sy një pllakat e vendosur në kishën qendrore të këtij fshati, që I dedikohej klerikut martir të Zhepës, Atë Mina Ikonomit, ose siç I thon banorët vendas, Pater Mina Ikonomu. U rikthyem sërish në fillim të verës bashkë me stafin e radios, për të siguruar materiale për të bërë të mundur dokumentarin për ciklin e emisioneve për ndjekja e klerikëve ortodoks gjatë regjimit komunist. Në shtëpinë ku lindi Atë Minaj tashmë jeton I biri Niko Ikonomi, 94 vjeç, I cili mezi priste prej vitesh që të rrëfente historinë e babait të tij, martirit kishës sonë, Atë Minaj Ikonomit, I cili lindi më 11 nëntor të vitit 1897 nga prindrit Ilia dhe Eleni. Jam djali Papa Minaj, me quajnë Niko Ikonom. Baba ka lindur këtu. Nënës e quanin Eleni, baban e babait e quanin Ilia. Një djalë kishin. E mësuan shkollë, mbaroi liceun në Selenik, nga Seleniku pastaj në Athinë, mbaroi dhe të lartën atje, iku në Francë. Atje mbaroi për profesor matematike. E mori dhe atë diplomë. Erdhi në fshat. E mori masandaj kryepiskopis, pas dhe nuk e lëshonte, thoshe, ky është zëvendësi im. Bënë greve fshati thanë, ne duam këtu papanë. Se ajo është prej këtej edhe këtu, ti gjenjë një tjetërë. Tha, si ajo nuk gjenjë do të unë, tha, po me gjitha to më bajeni, tha, kur shë kështu, tha. E pa të arsyshme përsëri e mori në Gjirokastrë 3 vjetë në Safratikë. Me shontej, atje. Kishte 10 fshatra. Që nga Derviçani e deri në Hromo. Ky I kishte në ato. Këtu po që nga Strëmbeci, deri në Vlla Hapsirotere, ky ishte. Atë Minaj kryente me përkushtim shërbesën e tij fetare dhe gjithashtu ai kujdesej edhe për edukimin e brezave. Me mbylljen e shkollës në kohën e mbretërimit të Zogut, ai mori përsipër të kujdesej për shkollimin e fëmijëve të zonave që mbulonte, duke I kthyer hajatet e kishave në vende ku mësohej shkrim e këndim. Që kishim shkollë, e mbylli Zogu. E mbylli Zogu, po u bë greve këtu nga fshatarët. Paria e fshatit I bën shkresë mbretit, se ishte mbret. I thotë, nuk gjejmë mësues, thotë, gjoja. Nuk gjejmë mësues, pa të dërgojmë, thotë. Këta e kuptuan, edhe bën një mbledhje, I thanë,
papaj tanë të na mos na i lërë fëmijë në qora. Ti di dhe greqisht, di dhe shqip, di dhe frëngjisht dhe gjitha, që mbaruar shkollë për profesor matematike. Unë ta nuk kam lënë në këto t'i lëtha, po vetëm ta me një kusht, që në orën 7 të mëngjesit e deri më 12 unë jam në liturgji. Nga liturgjia më 12 e pastaj deri në orën 5 kam për të drejtë që të mbledh po më dëgjuan në vend e këta, si të thuash ti. Nxori, Stefan Caron, e keni dëgjuar apo jo? Ashtu. Nxori, Kolo Sakelarin, Kolo Petro Sakelarin, gurgën sa të shikon të këshu dhe të zografistej. Nxori Stathaq Diamandin, Marangos i pari, të bënde këshu çfarë të doje. Edhe shumë të gjithë, Lambi Budon, qofse keni dëgjuar, tregtar, punon të jashtë dhe brenda, ai. Me gjithë dy të vëllezër të tjerë, 3 vëllezër të Lipe Bidikën, këpucar. Me një fjallë ishte i perfeksionuar në detyrën e tia. Nuk e kalon të njeri. Edhe mësusat kur vinin, si që vinin këtu, të vinë të pyesin kur ngelnin më në një, edhe vinin këtu i thonin papa, ngelim tani, ku, djema, këtu, është këshu, nuk është ashtu. E merin edhe thoshin, e kishte respektin më të matë. Mund të them, në tërë rëzën, një feshi Papa Leksi 1 edhe Papa Minaj, atë Mina ekonomi. Atje e gradoj pasandaj despoti, krepiskopi atje, me gradën o ekonomu, i dha dhe dekurat në shërmërisë, edhe ti më zëvëndson mua kur tikën, që të vetën atjeti Dhe kë zotit të dhënë shëndeni edhe mos më thua të lapë. Ndikimi i tij i madh në popull nuk shihej me sy të mirë nga regjimi komunist që u instalua në nëntorin e vitit 1944. Atminai së bashku me ata Lex Lipen ishin vënë në shënjesër të drejtuesve të lartë politik, për shkak se ata kundërshtonin hapur regjimin diktatorial që po instaloi në Shqipëri, duke e parë atë si kërcënim për lirinë fetare dhe të drejtat e njerëzit. Atminai u arrestua fillimisht në vitin 1946, por duke mos patur fakte dhe prova, u la i lirë. Por nuk kaloi shumë kohë, dhe në një ditë të kremteje, ndërsa Atminai meshonte në kishën e Shën Nikollës, të mbushur plotë për plot me besimtar, agjentët e sigurimit u futën në kishë dhe në mes të meshës synore, e ndaluan klerikun duke e hequr rrobat priftërore me dhunë dhe duke tërhequr zvarr e futën të lidhur këmbë e duar në automjetin e tyre. Besimtarët që ishin të pranishëm liturgji, u tmerruan me sjelljen çnjerëzore të njerëzve të ligjit dhe të friksuar janë mbathën nëpër shtëpitë e tyre. Atminain e dërguan në burgun famkeq të Gjirokastrës, nga ku nuk do të dilte më kurrë. Ai u dënua pa gjyq dhe disa dëshmitarë më vonë, të cilët vuanin burgu në të njëjtin vend që ishin nga rrëza e Përmetit, treguan se Atminai u dhunua brutalisht nga xhelatët, si të ishte një kriminal i rëndomt, dhe plagët e shumta i shkaktuan atij vdekjen. Ata dëshmojnë se qëndresa dhe besimi i klerikut të Zhepës ishte heroike. Pavarësisht torturave çnjerëzore, ai nuk u lëkund, edhe kur i ofruan të ishte dorë nga besimi dhe të kthehej në jetën civile për të ndërtuar socializmin, me qëllim që ta linin të lirë. Ai me guxim pohoi se jeta e tij nuk kishte kuptim pa Krishtin dhe Shënmarin. Kështu dha jetën e tij martiri i Krishtit dhe i kishës së tij, ku ende sot askush nuk e di se ku ndodhet varri i tij. Me vite të tëra familjarët e Atminait kërkuan trupin e tij, por askush nuk u ktheu atyre një përgjigje. U arrestua njerë në 46-ën. Dhe nuk këtë i një java, një 15 këshu, dolli. Gjoja si nuk ashtu. Në 28-ën, 27 më arrestua, 27-ën, duke me shuar në kishë aty. Nuk u pritën që të zhvishej, pjekej robat e meshës,
edhe të vitet civil ashtu si që ishte. Po një të marë, një të flakun, ca këte populli, ngeli, unë po i vogël, ka një të marë, 1 kilo kastër. Vemi atje, më vonë. Pyesim, ta nuk dim kene se po që s'di një? Qeveria e arrestoj. Nuk arrestova unë. Ku dim gjë? Nuk u kemi lënë në vënd, edhe sot e kësaj dite, në ministri e brendshme, ministria e jashtme, kuvendit popullor, në drejtorinë e burgeve, s'kemi të dhëna. Po që bëjë, se kisha një kushrin tim, policia atje në Tiranë. Në thaj, po që bëjë, tha, që ti s'ke gjë, ti nuk ke gjë. Ku vajti kuj, tha? Kuj, tha, është ekzekutuar, tha, pa dënim, tha. S'ka marrë dënim, kuj, tha. Nuk në lejoni që të bënim ato zakone që në takoni neve. Nuk në, jo, s'ka, nuk ka kishës, s'ka gjami, s'ka prift, s'ka ogjë. S'ka krishti, që shkë krisht, që shkë shërmëri, që shkë shënkollë, që shkë këshu. Por vuajtjet e familjes Adminajt nuk mbaruan këtu. Siç na tregon dhe i biri i tij zoti Niko, ata vuajtën shumë pasi konsideroheshin si armiq të popullit. Ato teqyrat që kam hequr unë, si familje e si person, Zoti më ndihmoftë tani ato dje. Unë kishe të një vëka tjetër. Në 23 erdhi Gjermani këtu. Blodhi tërë këtu, burrat i futi më i shtëpi aty, edhe i nxirte një nga një. Këtu brenda në shtëpi që erdhi punë zjarin, gjetën vllanë. E morë vllanë, një ta marrë zvarë, e shpuna tej, në lapidari kush tani, e ekzekutuan dhe atë. Beta unë. Hiku e punë, dolli komunizmi pasaj, dolli persekutuar. Ajo është e qishtej. Nuk është e sa do kupton ti, vllai, babaj, po ishte dhe ajo. Nuk kishte të më them ditë, po çdo javë të më thriste sekretari organizatës. Ke nuk i e vëshu, ke filluar të bëjsh dhe ti si ytate, të ashtu, bëjë këshu, sa që i thash njëre, se ishte një instruktor komitet partis, e tha, jo i thashe, a jam i birit ja unë i thashe, apo jo. Po tha, atëre thash, pse më thua i thashe, ka besim partia, këta di unë i thashe? Besim ka, po të kështë besim, të kështë e baban këtu unë i thash. Unë i thash, jam i birit tia i thashe, edhe aju i thash, ka dhënë jetën dhe për Krishtin dhe për shërmërin i thash. Për këto i thash, është martirizuar aju i thash. Unë nuk di këtë jetë i thash. Tha, ne kuptojmë, tha, tani tha këtë që thua ti tha, se po të ishe di tjetë, tha, nuk të të ishe as ti, tha. Aju. As ti, tha, as fëmijët e tu, tha, sa shu, të të ishe likujtuar, tha. Po me që ky, tha, i tha jetën, tha, për Krishtin, tha, dhe për zonjë shërmëri, tha, shpëtuat dhe ju e tha. Qa shpëtuat e shumë? Unë i thash, gjdo javë i thash, të të vetet parakitem i thash, në sekretari organizatës i thash, se më thresin i thash. Tani tha, ajo beta si mbas logikës që të ketë njeri u tha. Ajo. Gjithë më në punër më të rënda, që atje le punë të më të rënda, po nuk merë një dhe vlerën. Bëj një punën, vlerën se merë një. I prejnë ushimin familjes. Vinde pa buk në punë, gruaja, fëmijët, pa buk. Prapë nuk në linin. Qështu? Unë, vazhdimisht, kupton ti, bëj një kryqin fshehur azi. Një dyër më kishe gjithë kësë sekretar organizatës, ishte nga Qarshova kë, po ishte i fermjerë dhe sekretar organizatës. Ku më pa në kishë që vajta unë, një ditë e djele, unë nuk e vura re. Kure pash unë, këtashë, pas dhe të pregatitën dhe unë, thashë se këtashë, dolla unë sa ndemi,
Jo kishe për dhe po mirë falshe, se s'kishe asë për i asgjë. Vajte, hajde, kështu tha, shmën si vete, mirë. Ti tha, ne kemi tha që s'ka më kishë, s'ka shu tha. Hajde, se, po pëse t'je besojnë tha që kanë vajtër për të falur, tha, për ashtu i tha që. Po vete shikoj tha që se, mos vete në njëri tjetër të them ty tha që filani vajti. Ha, shu po tha. Ashtu të lungë tha. Të lungë tha që, po të gjete tha shkishtë falesh. I ka sa ndemi, se po t'i kështë thënë që vajta, ose ashtu, tani, që ta shumë të më thrisin në degë. Të më thrisin në degë, thonë, pse vajta atje, pa në thua, qështë ashtu. Largohemi nga fshati Zhep në për një rrugë të vështirë deri në Qashov, një fshat i panjohur për shumë, me ato pak familje që jetojnë sot, por me një histori të lavdishme, me 2 kisha të hershme. Kisha e Shën Sotirit, siç e quajnë vendasit, dhe kisha qendrore e Shën Nikollës, nga fshati me shumë besim te Zoti Krisht dhe te Shën Maria. Dhe fshati që nxori nga gjiri i tij, martirin e ri të kishës son, atë Mina Ikonomin. I drejti do të kujtohet për jetë.